Përshëndetje. Në dekadat e fundit, bashkëtesa është shitur si një lloj marrëveshje inteligjente që të shpëton nga bara e martesës. Duket më e lirshme, më cool, më moderne, por në fakt bashkëtesa është bërë shpesh një stacion pritje ku njerëzit testojnë njëri tjetrin, ndërsa mendojnë se po ndërtojnë familje. Kjo nuk është lumturi familjare. Është një marrëveshje procedurale, një gjysmë rruge, që as nuk të mbron emocionalisht, as nuk të jep strukturën që të duhet. Psikologjikisht, bashkëtesa shpesh krijon më shumë ankth, pasiguri dhe lodhje shpirtërore, se sa siguri dhe intimitet afatgjat. E para bashkëtesa si test drive, iluzioni i kontrollit. Një nga arsyet më zakonshme që çiftet bashkëtojnë është ideja e test drive, pra e martesës. E thënë shkurt në kohët tona kur isha i ri, ishte si bankoprov. Në teori tingëllon logjike, e njeh më mirë partnerin, kupton rutinën, konfliktet e përbashkëta. Në praktik, kjo shpesh çon në një mentalitet eksperimental, jo angazhues, secili mban një këmbë jashtë derës. Kjo mungesë e angazhimit të plot sjell frikë të heshtur nga investimi emocional total. Dinamika, unë kundër teje në vend ne bashk. Normalizim të ideve si nëse nuk shkon, thjesht ndajemi. Nga pikpamja psikologjike, ky model krijon pasiguri kronike. Truri njerëzor reagon më mirë ndaj stabilitetit të qartë se sa ndaj shojmë e bojmë. Kjo nuk është lumturi. Kjo është një marrëveshje me skadencë. E dyta, bashkëtesa nuk të shpëton nga konfliktet. Shumë mendojnë se bashkëtesa i mëson të dy palët si të menaxhojnë konfliktet para se të martohen. Në realitet, studimet tregojnë se çiftet që bashkëtojnë nuk kanë më pak konflikte se sa ata që martohen drejt për kundrës. Shpesh kanë më shumë grindje rreth financave, detyrave të shtëpisë apo kohës së lirë. Arsye, kontrata e paqartë. Martesa për të gjithë defektet e saj është një deklarim publik dhe ligjor që sjell përgjegjësi. Bashkëtesa shpesh është një marrëveshje private, pa qartësi roli, duke i lënë konfliktet më të paadresuara. E treta, siguria emocionale kundër komoditetit të përkohshëm. Shumë njerëz hyjnë në bashkëtesë sepse ndjehen vetëm, ose sepse u duket komode ndarja e qiras, ushqimeve edhe rutinës së përditshme. Por siguria emocionale nuk vjen nga ndarja e shpenzimeve, vjen nga angazhimi i vërtet dhe i qëndrueshëm. Kur ti e di që partneri yt është atje jo vetëm se është komode, por se dëshiron të ndërtojë jetën me ty, truri yt pushon së prodhuari kortizol, hormon stresi, çdo herë që keni një mosmarrveshje. Pak të siguri. Bashkëtesa mund të kthehet në një minë mesahat për ankthin dhe pasigurinë. E katërta, pse bashkëtesa procedurale nuk është familje? Familja nuk është thjesht dy njerëz që jetojnë bashkë. Familja përfshin struktura rituale, plane, marrëdhënia fatgjata dhe shpesh edhe fëmijë. Në një bashkëtesë procedurale, nuk ka kornizë të qartë juridike për kujdestarinë apo pronën. Nuk ka pritshmëri të qarta për sakrificat e përbashkëta. Shpesh nuk ka një sistem të fortë mbështetje nga familjet e origjinës. Kjo e bën çdo krizë më të madhe dhe çdo keqkuptim më të mpret. Në vend që të ndiheni si një si, shpesh ndiheni si dy individ që thjesht po ndajnë një hapësirë. E di që do më shani shumë te kjo video, por e ka marrë parasysh të gjitha. Shikoni videon deri në fund. E pesta, pesha e fshet psikologjike te gratë dhe te burrat. Në mënyrë disproporcionale, gratë shpesh e përjetojnë më shumë pasigurinë e bashkëtesës. Arsyeja është biologjike dhe sociale. Shumë gra ndjehen sikur po investojnë kohën e tyre më fertile në një marrëdhënie që mund të mos formalizohet kurrë. Kjo sjell ankth, xhelozi, pasiguri që më pas shfaqen si konflikte të vogla të përditshme. Nga ana tjetër, disa burra e shohin bashkëtesën si
marrëdhënie pa kontratë dhe bëhen më pak të motivuar për të investuar emocionalisht. Ky çekuilibër ushqen një cikël zhgënjimi. 6. Efekti gjatë te fëmijët. Nëse hyn në lojë, sigurisht. Nëse një çift që bashkëton bëhet me fëmijë, situata ndërlikohet edhe më shumë. Fëmijët rriten në një ambient ku struktura ligjore dhe simbolike është e paqartë. Edhe nëse prindrit janë të dashur e të kujdesshëm, pasiguria e marrëdhënies mund të reflektohet te fëmijët në formë ankthi, frika nga braktisja ose probleme të lidhjes emocionale. Shumë studime mbi zhvillimin e fëmijës tregojnë se stabiliteti i marrëdhënies prindrore është faktor kyç për mirëqenien emocionale të tyre. 7. Mitet më të zakonshme që ushqejnë bashkëtesën procedurale. Do ta njoh më mirë partnerin. E vërtet pikërisht, por njohja e vërtet ndodh kur shihni njëri tjetrin në kriza të mëdha, jo thjesht në larjen e enëve. Është më lirë financiarisht, po. Mund të jetë më lirë, por kostoja emocionale shpesh është shumë më e lartë. Martesa është thjesht në letër. Në aspekt psikologjik dhe social, ajo letër ndryshon pritshmëritë, sjelljen dhe investimin. Nëse nuk shkon, ndahemi lehtë. Pikërisht, kjo lehtësi e ndarjes e saboton ndërtimin e lidhjes së thellë. E 8. Alternativa e shëndetshme. Transparenca dhe vendimmarrja e qetë. Në vend që të hysh në bashkëtesë thjesht sepse është mod ose duket më komode, pyet veten: çfarë pres nga kjo marrëdhënie? A jam gati të angazhohem seriozisht? Çfarë kontrate psikologjike po krijojmë të dy? Nëse të dy partnerët e shohin bashkëtesën sipas tranzicionit të qartë drejt martesës ose një formë tjetër angazhimi, gjasat për stabilitet dhe lumturi rriten. Por nëse e shohin si një pseudo martesë pa të ardhme të qartë, do të krijojnë zhgënjim të ndërsjellë. E 9. Ndërtimi i lumturisë familjare nuk ndodh rastësisht. Lumturia familjare nuk është rezultat i një procedure, është rezultat i një pune të përditshme e mbështetur mbi komunikim të ndershëm, angazhim real, rituale dhe qëllime të përbashkëta, balancim të pavarësisë dhe ndjenjën e unitetit. Pa këto dhe martesa ligjore mund të dështojë, por bashkëtesa procedurale ka një probabilitet më të madh të mos kthehet kurrë në lumturi familjare të qëndrueshme. E 10. Është mesazhi përfundimtar. Mos e quani bashkëtesën procedurale lumturi familjare. Nuk është një marrëveshje e përkohshme që mund të ketë avantazhet e saj për një fazë të jetës, por nuk është një zëvendësues i plot për strukturën, angazhimin dhe ndërtimin e qëllimshëm të familjes. Nëse doni lumturi familjare, duhet të pranoni se ajo kërkon më shumë se të ndani një apartament, kërkon vizion, përkushtim dhe një po të plot, qoftë në formë ligjore ose në një formë tjetër të fortë simbolike. Si përfundim do të thosha, në planin psikologjik bashkëtesa nuk është një e keqe absolute, por as një garanci e lumturisë. Është thjesht një kontekst dhe konteksti pa vendosmërinë e brendshme nuk ka asnjë fuqi. Mos e ushqeni iluzionin se bashkëtesa procedurale është sinonim i familjes. Familja ndërtohet, nuk rastis. Lumturia kërkon përkushtim dhe guxim, jo komoditet dhe prova të pafundme. Miq, këto do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni ndonjë koment, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që e therr pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.